O, mirë më gjezjen. O, mirë më gjezjen. A mbeti na kom kësajte? Po që të nohër është. A mujtë. Që ka doni, o? O, me to! O, Rasim. A u lodhe më rrë, të nga tjetë. Hadi byrë, hadi ona. Jo, Ahmet. Kom orë me bo një muhabet me ty si burrat. Hadi byrë, burrat. Po kur far ngurimi, po kur far më kamze, po si vlo me vlo. O, Rasimo, po na gjithmo kemi folë qashtu. Jo, gjithmon nuk kemi folë kështu, Ahmet, por sot do të flasim kështu. Prom nuk u murë gjumi gjithë natën e lumi e mësirën e për shtratë si peshku. Dikur thash vetë me veti, bol mu, bol. Jemi përla e jemi ngatu sa s'ka. Ka ardhë koha mi dhonë fund kësaj pune. Qashtu, Rasim, s'ka fjallë veç me thonë drejtën, po që ditë. Në shumë të në rasteve ke qeni mirë. Unë kom qenë qaj që ti kom ngatru punë, gjithë mund të kom bo me hile. Rasim, që kje Rasim, a je mirë? Mirë jo, Mahmet, shumë mirë. Kur nuk kom qenë ma mirë. Mas pari për të kërkoj fale për atë ma gjupshtin që e bona, kur t'i grabit anuse. Le, Rasim, si ki pas me t'keq. Ama nuk ka qenë qëllimi keq, po puna dule keqe. Dyta, unë e kom di që Brahimi ka me dvra, e nuk kom të regu. Pas ke dit, Rasim, në më të vite, a? Po, e kom dit. E kom dit, e nuk të kom të regu. E kom dit që një dit ka me dvra. Bile shpresoj që se ka me dvra, por që aj nuk e i zoti me bo atë punë. Dyta, deshta me të kaldu që unë ja kom ble livadhet Brahimit. Ja kom marrë me dalavere. Ja kom pru punën gurë që s'ka pas qare pa me mishi. Di që i ki ble Rasim edhe ju pafshajri. Ka dhe raste tjera, për ato nuk po du me i përmen. Sa për livadhe për ja bojmë kështu. Ja meri ti, ja pi dojmë për gjysë. Jo, Rasimo, jo. As nuk pi marron, as nuk pi dojmë për gjysë, po maj ju pafshorin. Unë e kom të u gëbëll, së më dojnë ato livadhe. Pra, falinderes shumë, për që to ka marrë me bisedu me ty. Rasim, me for drejt ka der shpirti, edhe ne kom do sende të cilat nuk bëllon me flajt rahat e rëtullona në shtrat. Po, ti lom këto, Rasim. Si thot popli, të shkume, të harume, ha? A him randa e pim kaj kafe. Po, mërë, pse jo? Pra, ti po pajtosh me mu. Plot sirtë, Rasim, që s'pajtona. Veç Rasim, do të me këqyri që ka bujna me këta trapashticës. Do të me këqyri me shku dikos me spari atje, s'kem qare, ata na presi, Rasimo. Mandej, pun t'i kena përzi që hajmë me det. Po. Unë edhe për që ato deshta me bisedu me ty. Bom budalala që të mnoj atë dit që nuk u kaldu me njëherë që qka na ka bo vakivi, la. Që de, unë po thonë kështu, Rasim. Po i marim djemt, nusën tonde, po i marim edhe gratë, e po shkuna ton tup drejt e lapashtic. Edhe si ti mranda, po ju kalzojmë fije për pe që shka ka bo vaki. Mali që sështë buri keq, na kuptonaj. Po edhe mos na kuptoft, s'ka qka me na bo. Fundja djalli e ka marrë qikën e ti, kjo fund ka marrë fund. S'ka fjallë, po kur për të mërmendja me shku? Pa i valaj se di, asi mas pari duhet me ju lajmru, mas ani mu marrë vesh. O mu, mas mirë për më doke që jo është me shku, ja të shtunën, ja të dilën. A bon djelen të luta? Bon mërë pëse jo, pra kësmet djelen. Djelen, hajde kopa. Qelë, bre! Atë kom thonë se kom me të vra me dorën teme, ha? Po, mi gjamiftar, që ashtu më ke thonë, por unë erdha me lyp besë edhe një muj. O bab, a kemi thonë, kurin hasmi në barë, zbër në vra, bab. Nishtu! E qka për duhet, një muj ditë besë, ha? Pa i kom do punë, mi gjamiftar. Kom do vodën me martu djallin. Atë kujtojt që më the martoj atë natë, ha? Kuft. E ku pe merë e trëpë? Pa i në lapashtic, prej maligjet lapashticës. Lapashtica janë burat mirë. Fort. Po pak të zona. Po sa dhe nuk jonë bashkë të zona, mi gjamiftar. A të më në thirë ndosëm. Ndosëm e ndek edhe hasmi thirët. Po qysh jo, për që ato edhe këmonë me ju thirë ndorsëm. Dhe të vitë këta të mitë, se unë nuk vi. Po aty nuk bon, mi gjamiftar. Hiq, ty të kom caktu edhe si bajraktor. Qëtë bre!
Hasmi thirret ndosëm. Po barektar nuk bëhet. Ju pas kanë gatu lomshat krejt. Na myti, po jo plak bre vlla. Kush e di sa vjet i ka? Pa i si pas mendimit tem, vallaj ka një 150. E shkova pra. Ja Rasim, a thami me pi kafe. O tjetër herë nuk kam kohë. A Gjarasim, ajo ndjem të shpia. E po ta një farë muhabeti me ta rreth një pune. Për çfarë pune? Pa i thasht hime dhe na në punë diku se pa një lek në gjep s'parrijet. Hajde inshallah dhe ju, po ktheheni në rrugë të marë. Shkova pra. Hajde. Rasim, u pofshi, hajde të mirë. O babe, qka pa ta Gjarasim? A nuk e di pasha babën, si duket i paska deka. Pse edhe këto dikush po këshyr me vra? Jo bre babë, s'po dhe vra kërkush, po diçka ti për sinqert mu dokt. Apo bu është gati tash? Për çka mu bugati? Me fotografude? Hej, zoti. As mendja nuk më shka. Babe, qupa një gati, mos na kompliko punën. Nuk du, apo merr vesh, nuk du. S'ki qare o baba. Le Skënderbek se nuk dën edhe nuk dën. Pa s'bën më re, po ku bën pa u pa baba i liderit? Kret kjo është haj me det. Ja, që djet e mi mirën me politik, kus kisha thot. Babe, po na t'kina tregu me ko, ti e din. O e di bre djale, me di që mi marrë vesh, po ku mendu që i po ma hiti, që keni për hajt gare. Pa i nan fillim e fillum si hajgari, po tani pun shkun Këgjafell. Kur e pom që shkallun partit politike në zgjedhje lokale, atër vendosëm na me vazhdu kitë punë. Tani, publi predon platorin. Krejt partia sytë në të i ka. O e një vetë ju o djem të mi, ja dini që ka po folni. Po ku mundet platori me ushty me Hashimin, me Ramushin, me Ibrahimin, mo do të keshin me neve lape golak. Të gjitha partit i premtuan elektoratit premtimet kota, të cilat nuk do të mund t'i përmbushin, sepse nuk munden, nuk kanë mundësi, se tjetër kush i ka në dorë punë. Tash ka ardhur koha me dalin njeri i ri, i cili do t'ja thot popullit të vërtetën në sy. Unë hap ta si do t'i them popullit se ku jemi edhe qësh jemi. Haj me det, haj. Jo dhe po foli si këta televizis. Po mi, haj, thumni qka do të me bo. Do të më fotografu. Shko veshu, ti edhe babljoku. Po, dveshur jemi. Po qfar t'veshun, mëre, qështu je i veshun, a? Qështu po dhe me dal në gazeta, me dal fotografia në për mura, në për televizion, qështu po dhe na? Kush bre me dale për gazeta? Kush bre me dale për mure? Po kush oj birnone që ku dzëm mu me më qitë gazet? Ani të babë mirë, gazet nuk del për në televizion, s'bën pa dalë. Kush bre me dale televizion? Me bo qerkos si këta artistat, ha? Me kesh me muë, meq e jarana, mos me guxuj me shkuaj, as në pazar, as në gjami. Haj zoti, na rujt. Po, tranuj jo kur pasha zoti. O, babe, ani, le pra televizionin, a mund është veç mu fotografu për dokumentacion, se na vyn. Nuk, Ka dalë mëre? Pas të bënë mëre ashtu se do të mu pa baban, ose na do të me thonë që lideri jonë s'ka babë. Po në është i kështu është edhe ma mirë, mëre. si është bre ma mirë. Lideri, Mos të pas baba. lideri jetim, Ho, do t'je themi publit. Lideri jonë u rrit jetim, i varfër u ngrit drejt liris dhe patriotizmit. e kjo, halo po thut kësaj, da? A u ladhet bura? Hej me det, hej zotëruna. Pse s'po shok kjo shpit vetë? Më që shkumi këta kemë nalë si sekretari është platorit. Babe, qu, veshu, e po shkoj po fotografuam se shkoj dita. Haj me det, haj, po jo dhe po folën si ta televizion të ej, ku pa mu. Hajde. Pa, Hajde, hajde, hajde. hajde. Hajde, baba, hajde, ma zati. Skënderbek! Hej, Po, fol që në thire se s'kem vakt. Ullë njerë mëre, që ka po gutni? O, s'kena vakt, kena me qitë plenar, e kena me marrë drunë zabel. Le plehin ti e lej drut, po ullë njerë se kem pun tjetër shtashme. Spjegaju Skënderbek këtyre djemve detyrat e veta. Puna që nërën kështu, shtabi teknik i PPFKK-s, ka vendos me angazhunja 3-4 burra për me mbrojt liderin e tyne.
A bon me na të regu dhe njerë bre vlo, se nuk të murën vesh bash mirë. Shtabi teknik i partisë PPKK-s ka vendosur Nal. Cila kjo parti se kur s'pas kem një për të? Kjo është parti e cila ka qenë një kohë pasive, mirë po tash me kohë është bo parti aktive. Kjo parti quhet PPFKK. Do me thonë është partia fshatare, popullore për krejt Kosovën. Qa po flet? Qashtu, edhe tash, shtabi teknik i kësaj partije ka vendos që me angazhu një 3-4 burra rreth kësaj pune, edhe kjo është punë që i paguhet mirë, krejt në dojqmarka. Dojqmarka? Po që ditë na pse këtë punë kas mirë nuk e mërë t'ju vetë, po na thirët neve. Po më doket kjo punë pak si dyshimt. Po jo bre neves na takon kjo punë për me mbrojt liderin. Tani na keme edhe detyra tjera. Edhe unë ndosht me ditë po minoj pak edhe për juve. E qka du të bojmë na? Edhe sa paguhet? Jo, ka dale. Mas pari me na kalzua është puna e ranë. Qfar punë e ronë mre, punë ma të letë s'ki ku gjonë kur. Altin shok, veç me shetit, veshun mirë, edhe jo mu shetit në kom, po me Mercedesa, me BMW-ca, me hongër mirë, veç mish. Plus ka vica që e ba pa ditë goksoni. Edhe plus i kini ka 500 dojqmarka në gjep. Për çdo muj. A i gare Skënderbega, ku ko kësë pune? Ka mare qysht ka, që unë jau kom gjithë. Mirë, e kon po të besojmë, po kon du të avrasim na. Ka kanë mare s'duhet me vroju, ju për kundrazi duni me mbrojt liderin e partisë, që i helbete mos pe vranë dikush. Lider? Qka është aj sen? Lider nuk ka sen, mare, ajo është njeri. Lider është njeri i cili udhesh një parti. Tash pe kuptojmë. Do me thonë atëfar liderin për dhe ka me vra dikush. Jo, nuk do në ato me vra kërkush. Sigurisht nuk dihet, po ka mundësi me vra. E tash, tregona kush është aj lideri. Aj lider është kryetari i arshëm i Kosovës. Kryetari i arshëm i Kosovës? Pa. Cili është aj Hashimi Aramushja? Nuk është as Hashimi, as Ramushi, por Platori. Cili plator? Që kë Platori, dhondri juj. Dhondri jonë? Pse për dhe kanë me vrat atë lapashticës, a? Po të cunga i një për çfarë të vrami, më kush këtu po folë për lapashticë. Na pra po u dash kam i mbrojt 2 vetë. Se 2 vetë? Ti the kështu, kryetarin e arshëm të Kosovës edhe dhondrin ton Platorin. Po Platori është kryetari i arshëm i Kosovës. Platori, kryetari i arshëm i Kosovës? Ta mërmenja? Qanë? Shka u bu, bre? Qëni bedjem? Kjo hajgarja juve është pa fijet krypes. Skënderbeda, atë këmë thonë që nuk është gjo puna këtëne. Vallaj, boll mire ki. Boll mire ki, unë e menova që këta muj me kry pun, po kom gabu më falni. Skënderbeg. Unë e kom menu që ju jeni ma të mirët për me kry këtë pun, për me mbrojt liderin. Se ju e njihni Platorin, ju e një rrit me ta. Ju e dini që shmerë frim kë. Se s'pe mbron ti vetë vllahun ton, po për na thret neve? Pa i musëm takon me mbrojt kryetarin, mërë, tani unë i kom edhe do pun tjera. Plator, këtë tekst dush me mësu krejt përmendsh, kurse këtë fjalin që e kom nënvizu. Ne që jemi shërptor, ne që kemi marrë këtë obligim para popullit, nuk jemi asgjë tjetër vetëm shërptor dhe hyjmeqar të popullit, dush me thonë me patetik, me zo artificial, si aktor të mdhaj. Si artist. Qashtu, hajde bashk. Ne! Ne! Që kemi marrë këtë obligim Që kemi marrë këtë obligim para popullit, para popullit, s'jemi asgjë tjetër, nuk jemi asgjë tjetër, vetëm shërptor vetëm shërptar dhe hyjmeqar dhe hyjmeqar të popullit. të popullit. Që to e mojnë mend edhe përsërit disa herë. Po, këto e mojnë mend, po këtë qenë ka shumë tekst i mirë. Këtë ko ka tamam tekst. Shumë mirë e thonun. Hej, ku metëm? Po, ti the se ki detyrë tjetër, apo? Po. E, qfar detyrë e ki ti? Pa, unë e kom një farë detyre tjetër. Unë duhet me punu si portparol. Ka dale, mos të ngutemi. Platori është kryetari i ardhshëm i Kosovës. Po. E ti e Jo portparol. Portparol. E qka i bjen kjo? O, cunga i një smerë një vesh. Kryesorja është ju me e pranu punën cilën unë ja u kom ofru.
Mare, hej, a jem tranu, unë a jeni tranu ju? Nuk jem tranu as na, si një tranu as ju. Skanderbeg, le këtë punë se sot gjo punë atyne. Apo dëni me pranu këtë punë, apo zhjojmë në najkon tjetër. Na po e pranojmë, po... Na kalzoni bre, kush po të i ka me na vra dhondrin? Po ku di mëre unë e kush? Liderët, kryetarët e partive, kryetarët e shteteve, gjithmonë gjinet na i budal që këshysh mi vra. Kryetarin e shtetit, a? Po dhe une do të bëhem kryetari shtetit të Kosovës, sa do që ju këto nuk mund ta kuptani. Ti kryetar. E që ka mu po me hashrimin e me ramushën e? Ani dhe ata i pojna kësi ambasadore, sekretar aty ishtina. Fletor, sot je i lirë, nuk e kur farë obligimi obligativ, vetëm në qofë se ti dëshiron me pas ndonjë aktivitet lire, unë kisha me të propozu me qenë ti aktiv. A kina i propozim konkret, ti mësuse? Po s'kish me qenë keq me shku me vizitu stacionin autobusave, tregun e gjelbër të Prishtinës, mandej ndonjë shtëpi publike aty këtu, mandena tregun e gjove të Hanidilit. Bashkë që ato venet s'kejshme, a? Po, Skanderbeg, bashkën që ato venet e s'kejshme që shpothuti, sepse aty jetojnë populli thjesht, masat e gjëra popullore, të cilët kur askush nuk i ka vizituar dhe kur askush nuk u ka kushtuar as vëmendjen më të vogël. Pajtohem me ty, shumë ide e mirë. A duhet lejon e ndonjë bilet në stacion të autobusave, a ndonjë traktor me drua? Pa tjetër, ne do t'i blejmë një 10-15 bileta, të autobusave, cilat i nënshkruan pletori, i nënshkruan edhe ja u shpërndojmë qytetarve. Bile blejmë një traktor me dru, edhe ja folim naj fukareje. A duhet mi nënshkru drut? Po s'ka nevojë gjitha, disa pej ty në i nënshkruan. A traktorin me dru? Kujna të një me ja falë? Traktorin me dru ja falim shkollës. Edhe kem nevoj, po edhe na qesin e për gazeta. Edhe unë e vim shkollë, edhe i nënshkrujna drut bashkë. Edhe unë rrim me ty, et një maj. Qëre bedjem, e kom di qyre që po vjetin i të fshim vetë sëd një me u për të tova. Qa në di? Po shijet, jënë tut. E kam kuptu që me të mbroj, ty është punë me rrezik. Po nej, se i gjojmë tjerë. Pse punë me rrezik, pse punë? Qysh, pse punë me rrezik? Po ata e din që ata vrahen. Bile vrahen të partë. E qysh pëdhuti, ata që i mrujnë mu, duhen mu vra gjithë qysha? Po nëse dikuj i tekët me të vra ty, atër ai nuk angazhon gjënës Ibrahimi që shpin 2 kache me jaqitësën e rokë. Po angazhon profesionistat kësoj pune. Profesionista? Si në filma? Edhe ma të zisën filma. Aj ta hek mizën pe i vesh edhe ti se nin heq. Skanderbeg, unë se sa ty po du me thonë diqka. A ndromi unë e te. Qysh po menon më nru? Qashtu po menoj? Po menoj ti mu bo lidere, unë mu bo qështu qëshjete. Ja, zban ashtu. Pse? Pa zban se ty t'kanë zgedh lider, ty t'kanë zgedh këta gjente partis. Ti shekon ti në ledhjet kishin zgedh, ty e jo mu. Vlo jem kalzëm drejt, thuj po tutna. Po s'po tutna pak, po. A di s'ka, pelujmë krejt këtë punë. A? Qysh do mi e thonë ti partis, qysh do mi e thonë gjendve që t'kanë zgjedh? Unë e du mi e thonë partis, në gjëfse, mu ata më garantojnë që nuk vjen qaj farë profesionisti hamomit me mvra, punojnë gjëfse, kësi su më garantojnë, unë e sase. Jo, bre vlo jem, ty kërkush s'mundet me të garantu për këtë punë. Na vish du t'me gjithë tjetër arsyetim. A di shka, une aty në kom ju thonë. Zdi? Baca Ibrahim! Dil kofsh burr! Baca Ibrahim, shkon shpise vesh pullat je ka najtut! Ikoj tret, ikë se po do me trokë, shefu! O bobe kanë ardhë profesionistat. Kushte se kanë? Kanë ardhë profesionistat, kanë ardhë me mvra mu si lider që jam. Baca Ibrahim, hajde pim kaj kafe, le pushkën se s'ja pas ke zanat! Mëra i sikur që është Baca Ibrahim! Ajo është, aj! Hej, taksë, që ka mërë vla kjo, po kjene në tjere, po ku betime, po. Hej, ajo në kështë.
Që si hovi ka gja ma kafe. Qka jo ka tek më Ibrahimit kështu që pra gjurë me push gjithmonë? O, peja sa i dite që kesh fola me të e ka sos me në u hakmare hajt. Hej, punë e bodos. S'kom qare po dole me folën njere me to e mi jam lidh betë mirë atina. Vallajnë me Brahimin mund është me fol vish në 3 sy. Po nejse bre djallë 3, 4, një sy pushk është pushk, mund me rogë dikaj. S'ma mermenja. Qysh be sta mermenja, ai qorri me zgjujt në shtavron, dikën e... Po vallaj mire ka djalli, pushk është pushk. Qka bani ju dhe sot? Api kam një punë të shpisa, keni mbledhet partis. Vallaj mbledhet e partis po gjetë 2 milion krejt. Platori do me na marrë në qafë, ka vendos milion aktivitetet partijake. Mo bre, pse? Po bre, po asi qa ta var presionistat, sa vin me mramë. O, mire ki pasha babën. Heqëri partive kap një punë të shpis, pa ka parti Kosova soda, edhe, ngore babën, nuk vendosin partit, vendos Amerika. Amerika vendos, po Amerikës du të minimuna ka pak. Jo me ndimu Amerikës, po me qka, qysh do në me ndimu Amerikës? Po me qatë ka qik që kemi, o bab, na duhet me maru shpia, duhet me blet toka, duhet me qel firma. Po as pishe këta tjerë shka po bojna. O pisho bre bab, po nuk po du ju mu bo si ata. O babe, une hala nuk unë vendos definitivisht. Pra me politikë të dru nesës du mi po qëto, a mur vesh? Se nuk më keni kalzue, qysh ja keni në gjitem në djallit, a? Cili djallë, o bablëk? Cili djall? O, platorit da? Platorit ja kem gjitem me plator, o bablëk. Ja, mu më thanë ndryshe, ja keni në gjitemnin. Thanë, po qysh ke bre? Livad. Jo, bre, livad. Jo, ledin. Jo, bre, as ledin, po... Ha, po, biber. Biber? Biber. Kërën, bre? O ku ke pati mi janë gjitemnin djallit biber? Ha? Po jo be bablëk, se ja kem gjitem një biber, po lider. Lider. Kënë, bre. Unë mu bo argati jote, ha? Kalar bre bab, o bab. Mo e pak vete bre bab, se na myte vesh për në re. Ishtë mu? Unë s'kam dash mu bo minister i Ahmet Zogut. Ej, bretit Shqipnis, e po bona minister i këti Livadhej. Po kushta bre bab mu bo minister? Po, Shosha. Shosha më tha, po do mu bo minister i Livadhejt. Po ma hit mësoj, si o bablëk, ajo ma hitët fort keq. Qono, ale babari mire ki, qono. Qoni, hajde, qo. Mas pari pasoj shtu. Pari shtu e bëri qka, hajde. Badjava e keni. Lirat e mija i kom shef të ku tjetër. Kur s'mundin i me gjetë. Veç une e zoti e dim se ku i kam shef. O bablëk, qka puna shty në lirave, bre? Knotën me lirat kuqe, me lirat mretit. Po Badjava, nuk u kalzoj. As mos mu lera i ti, se nuk u kalzoj se ku i kam shef. Jo nuk vini kur gjo. Jo e një lapira, bre, rupca. Që? O bab, shpesh bre pi përmen këto lira, thu kana i të vërtet këto ajo. O jo bre pasha babë s'ka pa, nuk peshe që rokat. Para me nëni me gjithë një qyp me lira. E qëri budallëqeve posh zotit, po qëfar që e vërtet e zotit, ky ka bo trekti bashkë me babën e vetë, me babgjyshin tem, ka bo trekti, ka qenë tugjar. Po. Tugjar? Qka i bje kjo tugjar? Tugjar i bjen trektar, bre babë, trektar. Ka dorë të në për katunde, ka ble lope, bolice, kuale, dele, ka shkuj ka shqit Greqi, Selanik. Po qyp me lira pasha babën, nuk ka, jo. More, krejt po më do këtë se për në këshyrë dikush? Jo, bablëk, kërkush të ka në këshyrë, hiq. Më, shtu ka thonë edhe Zembejta, po e vranë shkijet. Vëpre! Që të rajtë ato? Tash mje këto piktujt krejt mi qua t'i poshtë. Po t'ju vedh qka unë juve. Qka po thunë e bre djel? A pëndimojmë rasimit, as pëndimojmë. Rasimit? Që është lazëma? është lazëm edhe shumë, për me shku mi spari dhe pashticë. O baba, a di shka, unë e mas mirë dhe nuk po përzina në këto punë, heq, me që i ka ma më të vetë.
O bo, bënja qysh ta merë menja bre, unë e kom edhe punë tjera, s'muj mu përzi me punë me Mahmuta vjetë tash. Pa ke që është bre djelë se këta t'lapashticës e din që qika ty në është e na. Qëra ata e din që Mitsokoli o martu me atë qik, edhe e din që Mitsokoli o vlau jem. E në fakt, aj nuk është. Marun e pata me lora, si min loq mos mi ndimu heq, po tuta këta t'lapashticës, pysin mu ma ndej thonë, që shu bo, qika e jonë erte ti, e u martu për djallë të rasimit, ha? O bo, mësë më angazho mu me kësi punë, thjesht, a bejkone dhe probleme dhe matë më dha. Unë e kom probleme partinë e shti platorit. Na nuk po dim a më ngreja, mës më ngrepi politike. Mas miri, shkoti, mere rasimin, shkoni në lapashtic, e zgjidhni këto punë në mje veti. Edhe të merë fund më kjo punë. Pa e si ki keq, fundja, qashtu pja bojnë. Qështu o puna, Bob? Ta është i kalzum krejt. Nashta gabum që se pranum atë punë, veç në erdi natë, bre. Ej, na me punu për e Gjepëvit. Ka 500 marka rogë, ju thanë po. Po, valla, Bob, ka 500 marka rogë. Veç na nuk pranum, në erdi nati. Edhe mu do kjo punë diqysh, mu do ke përzime i vikera diqysh si dalavere. Ka diçka aty, ka. Pse re Gjepëvit me dhënë tonë ato parë, pse? Edhe na u quditëm, por ata thamë Bob, ka që është rruga për me mbrojt kryetarin e Kosovës. Kjartë. Po qka ka lidhje Ahmeti Recep-Ovite me kryetarin e Kosovës? Qa ju mu po më intereson, qka ka lidhje Ahmeti, ku e boni kitë lidhje me kryetarin e Kosovës? Ka i lidhje a i këto punë me ta? Po nuk e ka pas shtiro, Bob. Djale ka. Konë mëre, kryetarin e Kosovës. Ahmeti Recep-Ovite ka djallë kryetarin e Kosovës. Po te Bob, po pse po quditësh? Platorin, djale ka. Po unë e divere që Ahmeti ka djallë Platorin. Por... Platori? Platori ku ka bu kryetari Kosovës? Jo, Bob, jo nuk u bo halo, po nashta bëhet. Njerë për njerë ish bo veç lider i Kosovës. Platori, dhonë rion, ku ka bu lider, ha? Po. Valaj, mëre Bob, ata këtë punë e këshin marrë shumë seriozisht. Po, bile atë këshin formuat partinë në tyne, qyshe pa të emnin aje partija PPFKK. Ha, qajo, aja është partia popullore fshatare për krejt Kosovën. Për krejt Kosovën, ve ku je Ahmeti Recep-Ovite, bre, edhe parti ka formun. Valla qfare është aji, edhe ushtrin e vete e bon. Por jo, në kosha gjallon, ja, s'ka, po ja nol turin nuk e lo. Bërë rigati, kaleni traktorin, për shkojmë Prishtinë. Po pse Prishtinë, Bob? Mas pari për shkojmë të Hashimi. Mas anete kë dreqi që është pa të emni këtë Ramushi. Mas anete Naimi për shkojmë, edhe për ju ka dojmë të treve se qka të bu Ahmeti Recep-Ovite. Edhe do të kërkojmë për tine, me na dhonë neve me u kujdes për fshatin tonë. Nemën cilit o Bob, nemën cilit. Ata e se cili partin veti, 3 partijen. Po ne tjon edhe 30. Po janë nol turin e Recep-Ovite nuk ban ka tjetë. E na veç muj me bu këto. Epsi, qumë. E kom pas një rën, një shok të vjetër të luftës, po moti se kom pa nuk e di shargjalla, jo a. A do shtë alë më ka harrua e jaran jem? Që? E, malizeza. Po ti këtu, s'ka citi kënej? Ibrahim se! Ti këtu qenë ka? Tash 25 vjetë jam këtu.
Po, mëre, unë kom një për ty që e konë lufte, kanë vro shkije, pas ke pështua? Në luft, po. Po, nuk më kanë vra, jo. Po shijet, ja, po shijet, po, qëfar e mire citi kënej? Hallet. Më kanë dalë do probleme me këta Rexhepovit. Me Ahmetin. Pse, edhe ti këkeron bele me ta? Qysh edhe tja. Edhe tja? O me I posko I shi Rexhepovit, e mos me ron bele me ta, është e pa mujshme. Nuk I ngjehti ata. Mora, unë nuk I njoh mirë, po... Asa ta mua nuk më njohin mirë. O? Po... Apo ma të regon ti pak ma hollësish këtë punën e beles. S'kom shka me të kalzu, bërë. Ma kanë grabit qiken. Hajde! Qutia zotit. Edhe unë qiken e kam të Ahmeti, po qika jeme, e ka ikën nga shtëpia, ka shkuar te djali Ahmetit. Vetë ka shkuar. Edhe jam ja shku vetë. Po, ja kanë përgadit një farkur, të ne aspacorvish për me rujt ftyrën, se... Mira, bisedohet ti me Ahmetin për këtë punë? U munova ja 2-3 herë, po s'm shkoj dorës. Pse? Pushka po mbret në smojt. A po, a? Po për cilin djalë të Ahmetit ka shkuar qika jote? Për këto për ma dvu këtë platorin. Qyqy! E besa për atë far platorin ka shkuar qika jeme. Kështu mund thanë të shpija, po. S'ma merë menja, se platori është martu me qiken e rasimit Bahmutovite. A di qka? Sa ma shumë që po ma spjegon, as ma pak po të marrësh. A di qka bojmë? Ha? A shkojmë unë e ti bashkë dhe bisedojmë me Ahmetin për këtë punë? Shkojmë në pa qef. Evo, nalë. Ku për shkon? Me morë pushkën. Që pushkën? Morë thash, me shku me folë me to si me burat. O me Ahmetin e Rexhepovit s'flitet në ryshe pos me pushka, I që tërgun nuk din. Po jo bre burën, jo në Ahmetin, nuk ortaja s'belazi, si po thuti. Ho, në hongër drejqë, a ikum. Pse me ik, pikujt. Pi miftorit Rexhepovit, a nuk peshe ha? Qa që rëzik shumë të koka? Ky pe këtë Rexhepovit që kjo është maj rëzikshmi. Marhaba, burra. Marhaba. E vola sabohin e dola pak muen. Si shaba buluvja kështu e ka pas zakon. E falke sabohin e del ke uen ke orave. E këtë punë se pas kam dit. E kush të kalëzaj kështu? Kush? Dy unë e vetë. E kam njoft shabanin ma mirë se ty. E di që ka qekur kur I vogël. I ruj ke dhenë me thmi tonë. Bile ndash me dit holle hol, brenin të morrit, ha? Shkova me gjam miftar se... Që ole, hej, po nuk na duhet pushka. E di one. Që? Ambon veshta, the nuk na duhet pushka. Po, se ashtu I thash. Gabe me ke, pushka ne na duhet gjithmon. He, në vaktemin, kur shkëshja me vjetë me gruen, pushken e bësha nga të veti. E kur që më dalë për saj? A qash shtire pas ke gruna, ha? Por e pa të rëthu partizani Shabanin, qos Shabanin me folë sabahin, I del për para Azembeta. E ja prish namazin. E dalash e ki, namazin ja ka prish Ahmet Delia, e jo Azembeta që po thuti. Ahmet Delia ose Rifat Berisha. Rifat Berisha? A, po. Ku pe din ti këto punë, ha? Ta në nërja që I di. Ti nuk din kur gjan. Rifat Berisha ka rnue 100 vjetë para Shabanit. E Azembeta u kun maj vjetër se Shabani. Aha. Po? Po, ha? Po de? O, gabim e kjo bëtës. Tu bas kam përzi lëmë shatë krejt. Që? Po ka zëm ti muë, anë gjeti një farë Ahmetin e Rexhepovite. Ahmetin? Ha? Gjallin tema?
Jo, nuk e një. A pe këtujt? Ty një me të pas janë përzilom shet krejt. Grave nuk bon me i zonë bes kur. I kom thonë nipi tem. A i ka trinuze. Mos ga bo me hi, nod me to me dur thot. Ky një pyt, i pas ka trinu se the? Po, a, jo mëre. Jo mëre i ka 4-5, po mu po mrejnë po thonë se i ka 3. E që shë pa temnin e një pyt se e harove? A nipi? Po. Platar. Emnin e ka Platar. E a i tjetri, Skanderbegu. Jo është burë se jo ma hi. A i kretë më ka ga mu. A i kur shkon të gruja mas pare është i në altin shok, e ma na i shkon me fjet me grue. E po, a i farë Platori. Po? E që po thua ti, mos e ka një në nuse pe la pashtice. Kush? Platori dhe? Platori? Kush o Platori? A, po! Jo, more! Po zgudzon, kush zgudzon me marë nuse prej la pashtice, sa jem gjallune? Që? Sa që është të rëzishëm ko këna, unë kom një që la pashtice e në burat mirë? Ja, burat mirë janë, familje mirë, trima, bujar. Po shumë janë të zona, bre. A Zembeta, djali Shabanit, e ka pa marrë një qik prej la pashtice, me të rëgu në vërtetën, hisë sokon borat me ta. A Zembeta djali Shabanit, a? Djali Shabanit e nipi i Baramcurit. E vallahi, kam pa njerë si nuk e din historinë e popullit tonë. Por që shtu si ti, belis kam pa. A që ka the se nuk njeva mirë? Thash, Ha? ti këto punë pe di ishe mirë. A po ba, ta mërmenja, se i di. O, pavljak, Ha? po ku i bre na u bënu marak për ty? Po që ku jam që? Po flas me burra, me burra. Hajde shpe. Kjo është nipi jam, Platori. A, ky që nga Platori, a? Po unë jam Platori. Po ndje fjalë të mira për ty, marë djallë. Apo më gjeti mu? Po, jo, nuk di. Po më duke si mi pa dikun, a? Në është veç po duke, se si mi pa, ja. Ja, po, si mi pa. Si e ke shpresën? Falemderit, mira, po rallë po e shoh. Si rallë. Ajo është nusa jote, si ndjeva unë. Po unë e kum shu ato në vërtit, ajo më kalë shumë. Që e ke djali mesëm, kreti pas ke gaba bëgjyshi. Qashtu edhe baba më thëtë. E, bonit falë Ahmetit, Cilit Ahmet? babës tonë. Po i vojmë të falë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ika ti. Ika. Se sa her pas ati dhe me migjen miftar, kryt po më shtën. Vesa janë isi edhe mu, e. Po hajde po shkojmë të Ahmeti. Ja, mas pari po shkojmë po hojmë drejk, tani shkojmë atje. Hajde. Ka luftue, a Zembeta, orë i ka një muë. Ku e gjete? O e gjeta të shpia Bacës Brahim. Babet munit fola. Kosh, Brahimja? Ja bre Brahimi nuk e pashis, po munit fola njeri tjetër. Po, cili shaj bre bab? O që ish me bablukin, me një i zi. Po, ku di unë kur shkrajt me bablukun, që kish emnin? O, nuk jam majt dan men bre, vesh tha punit fola Ahmetit. Qu shkojmë ha më buk se nuset e kanë shtrusur. Hadë me ongër buk, Qu me ongër buk,
Pa me ju spjegu në zansave historinë, me ju folë për Bajram Curin, për Isa Boletinin, a? Isa Begu, Isa Boletini. I mushem të neset me lira e të prundo. Ja im tha, Isa Begu. Miftari Rezepovite, meri këto lira e më shefi diku. Alvesh. Qka u bo me ato lira? Dije qka u bo. Të neset me lira, i mur Isa Begu e bleu pushk e gjephone prej shkijeve. E ato lira që metën, i mora unë e ishtina në knat. E knatën e shtina në rej. O, babjak! Ha? Unë e di ku e ke shtiti knatën me lira në rej. E di ka, ha? Po, vallajnë, unë edhe që kjo mësusja, e dim ku e ke shtiti knatën në rej. Po ti mos nga po mi kalzu kërkuj. Ma jo, mëre qëfar të kalzumi. E di unë e kujmë shefi, noher. E aty nuk i bjen men kuj, sot e 500 vjet. Kërkuj hesh, valla. Edhe 600 vjet. Vesh që ashtu, babjak. Hajde. O, knaqa me ta, gjithë ditën po më spjegan histori. Mëre, leti historin, po a thu, a kona i sa në vërtet në këtë muhabet me lira. Kina ta me lira? Po. Lere Skënderbeg më së bënë që sharak. Allah mire ki, ju ka përzi bablokut historia me lira në kry krejt. Skënderbeg, ka ko që bëdu me folë diqka me ty. Le më si një ma djallit, le vetë në letë mësën. Ku mundet mëre djalli e me mësu pandimën teme? Mundet, Skënderbeg, qysh mundet? Te ke fundit lebe në mundor, unë e mësaj. Ty? Po. Pa s'po di bre ti jam unë është mini mu bre, po. Sune leone djallin dorë gjithë kuj. Pa i do të përpichem, re Skënderbeg, do të përpichem. Ti veç le në dorë teme, shofim, a? Se pa fitore ndiku. Fitore? Ja, ati po të kotë palat. Ku përshkon? Hado, hado. Hado ullë më një herë t'i flasim nga dy fjallë bashkë si njerëz. Vesh, po hupe dhe të gjithë ka. Kalzëm të mu, shka doj me bo me këtë mësumësën. Pse? Qysh pse? Halo, po si të se nësë aja? Po, vëlla, si me kon shpit vetë. Po hanë, po pinë, po rrinë, po shkon punë, po kthehet prej pune, ndërsa dhe nusëve po ju një mënë rrëth punëve të shpisë. Hej, taksirati i zotit. Mëre hej, mos po si dhe të e rrëth platorit. Rrëth platorit? Ja, platori o ka për fitoren si vici, kërkon me sysëshe. Vallahi, mos o si të e rrëth platorit, atë zi që apna si të përshpektu. Edhe unë po që ditë na valla. Veç këqyrë duhet me botë shka. Qka bëra djallë? Që do plek kështu e jeko bolë. Mirë. Unë po të thëmë, ti e i zoti shpis, ti bën shka du që dhe kështu nuk bën mëre. Këtë që ke mirë bolë e meq me ndesh. Po mësuse, mo, mësuse. Po qka me bo me to? Qysh mëre qka me bë, thuj, Po fol i me to. thash njero i kru i thash i tregova, s'po di mu qa me bo me to. Vëdoj edhe unë s'ti shka me bë, veç që shtu nuk bën. Dallaj, nuk e di pasha. Po, qyqy, nuk e dim ti, po kush e dim, kush e dim ti, te gjithë se mu përda që të punë të ati. Që kush pas ka ardhë? Që mirë që kini ardhë bura. Ju atjenta. Hadi bura urnani. Maleq, a s'ko ke këthyn në lapashtica? Isha edhe u ktheva, diska nuk u bona rahate, prapo u ktheva. Lumë që i kom bashkë mirë pas ke bo. E unë erdha se na kanë me do mohabeti pa i kry. Po besa, i kemër të do mohabete pa krye. A se pas ke marë pushën brema? Mirë po thu, po, a bet, njerë kur shkon të miki, nuk ka nevoj për pushk. Se në bon flazëm miki e mbron, që ashtu është adeti. Ahmet, me të thënë troq erdhe me u marrë vesh me ty. Trego dejtë burë, jo si dje,
Edhe merremi me shkollaj. Njerëz jemi, shqiptar jemi. O e di bre burë, pse në jarë dhe di pasha bacën, po nuk po di që shme ju thonë, po një për ju thonë. Fëmija s'pë nangojnë hiq. Kujt me të regën? Bon laki ka 30 nuk kishot jem besy. As nuk e di ku jam, as nuk e di që ka bajnë. Me të regur nuk të regojnë. Ti bim ma shkur, ti bim. Kuna qika jam, a unë të tja... E qika jeme? E ka dalë, ka dalë. E taksirati zotit. Qërë, Brahim, më falë maliq, Brahim, qika jote që shme thumë bre burë, edhe është këto, edhe sashtë. Her po, her jo. Ma shumë sashtë se sa që është. Nuk e dija, po më kuptanë. A? Ose merë vesh ti bre dhe me ta spjegue. Ja, tybe, jas marrë vesh. Ka po bojnë nëse i gjojnë? Dijet Skënderbek për gjys. Ja, gjysën një po çfarë dronë, qëre dishka t'jepi, po gjysën një kushysh, këto janë tirave që po vite? Jo, Skënderbek, këto janë lirat e isa boletinit në pa që marë mirë vesh bablokun. Vallaj në pa që marë ti mirë vesh bablokun, bablokun me babën e vetë kanë bo trektin Selanik, e kanë shi Gjon Selanik bre? Qëre Skënderbek, ndash mës me bot madhe këtë pun, i dojmë për gjys edhe u kry puna. Sa po thufti? Për gjys? Gjysa. Vesh mi adhonë në djali tem 5 histori. Dysh Skënderbek, dysh edhe shumë e ka bile. Ajde. Kaq bura. Ju të regova fije për petë që më ka bo vaki. Ne pofshit që jom fajtor, thuni. E më rahmet po halakami paske punët mos qofsha në lëkurën tane. E qika jam dhe me këtu parika badihova. Pas sigur që të regova, Brahim, s'po di qka me bo me to. Ke gabuah me to. Pas ka qenë ndasht me njëra dit me këthyë qika tona. Si ta kalon qika një natë në kulmin, asaj shëpije ku ka ik, ajo është robe asaj shëpije. E qika jam që një javë është në kitë kulm. Ka vi më maquj haber. E, një javë këtu e... Baba, pas kjo ardha? Po erdha se murë molle u bona marake. Që unë e kesh aty nohër me pastru pas plehun. Ani bobes. O e nuse, a më shkom në buka një kafe? Po, bab, me njëherë. Valloj, Ahmet, kur gjos pa marvesh që shko ka met puna me qiken tem. Ja, sans pa marvesh. E mora vesh. Maliq? Shkova. Ka dal burë, ka dal Brahim. Jo, se kuptove. Hajtë him randa pim kaj kafe e boj muhabet. Sa mora vesh unë, qiken tem e pas kera hatu. Që kjo më ka interesu, jo bofshit ditën e mirë. Dalu! Krejt po mdokët që përna këqyë dikur. Jo, hejdi. Ha? Ja. Po thua? E bofshit ditën e mirë. Mire ka Ibrahimi vese. Po bab, ku shkoj pas Abrahim bre? Të pa ty dal pe jarit me mësusën edhe shkoj. Po unë se dita më le që ajo është aty. Unë e hina mrena vesh kur e posh, i shkon të i pastru bagnat. Bagnat, ha? Eja u pafsharin pra se i hongre që ato bagnat. Jo, valla, po... Jo, hejdi. Po, hejdi edhe mirë fort bile. Kush mund tash me spigu Brahimit, ha? E, që Ahmet, një me po të karabas kanë punë filhal. A përse maliq? Vibre probleme si mi që me post. Si të regrama, taka. Po shkoj edhe unë. Qësh ma spjegove ti, qika jeme nuk qenë ka të ti po të rasimi. Pra, rasimin e pas ka mik e jo ty. Po, maliqo, po ki nuk do me thonë, pa him rada me pikaj kafe si miq, ha? Muhabetin që kam pas me ba me ty, do të baj me rasimin. Ti pas ke gjunahet e gabime tua. Po rasimi pas ka ma shumë. Ka dal burë mos merë torë. Se me fort drejt, holle ka der shpirti, fajti ka qika e jote e jo na. Nuk është ashtu. Ka dal se po. Edhe e na i përziti 2 shpi. Ta kishë shti dha ndër djallit tënë të qika e me atë ditë që ka ardhë. Nuk ishin pas kutha probleme me zvete. O, nuk ko mujt, o, maliqo, nuk ko mujt. Kupton e erë. E ku dhëmë bese para burave në kuven, këshili për pajtimin e gjatë që më ka dhënë qikën e rasimit, unë s'ja kom lyp. Nata nuk ka gudzo me nëzanë qikën teme në kulmin tënë. Nëse se ke pas nërmen me rahatua, të këtë di mirë.
Tash kam punë me Rasimin e jo me ty. Këtu të juni me, po të doka që po të këshyrë dikush. E tash të rekom, qka drejt që bëshet i me mësusat e nahër vetëm? Po bab, ka dalë me shtash për ta spjegoj. Ku shkun musafir, që si shtit mrena? Shkun, ale të hanë drejt që le shkojt veç probleme për abin. Të rekom, qka bëshet i me mësusat e brenda nahër? I lypsha lirat e bablokut. Mu ma mërmenja që bablokut një mej kam shef do lira, edhe i lypsha nahër. Po pse bashk me mësusën? Pse edhe mësusja po dike për lira. Babloku i kish kallëzu për këtë punë mësusës. A se ke pati që gjithë ditën flasin për histori bashkë? Po, për histori, ja, eja pak shoqë aso historie. Ta shtim së me që keni Ibrahimit histori. Babloku po fol pa lidhje, po diçka të vërtet ka aty. Mërë dhe une kom dasht me ju thonë, shpe përmen qatë knat me lira. Mërë, une kur flesha me Babloku, Babloku qëj ke jerëm natën edhe më thejke, qanë bre! Do të mja ndru venin knatës me lira, se mos po prishen. O, ka fol jerëm, po plako si thmija. Ja, po flet edhe kur sën gjumë. Ne veç duhet mi avnu menin ku i kam shef, se këtu dishka ka. Po qëre, unë e marrë vesh këtë punë, sa i mu krejt më tregan. Kini me pa jo. Pe që i bablokun të doktori me kontrolu pak se po mdo këtë që është pak pa qef. Plator, dhe ze kërën e qaj filhal. Jo, nuk ka nevoj, se nuk i kem largë dhe ma miri bjen me hec pak. Këtu ngat në ambulant katunit, veç pe amati tensionin. Ku me tumë? Metëm që aty që tash kjo janë zjerë bablokut ki kam shef lirat e neve në le me gisht angoj. Mëra ku me marrë me i kalzu, asaj edhe ashtu nuk i takojnë lirat tona. I shkon mirë vëllat na vetë mi kap lëpatat e kozmat e mi gjetë lirat e bablokit. Mare, hiq bres ma merë mendja që ka lira, në anën tjetër ku me do njeri, valla e shkon mirë me gjetë me kinat me lirat kuqe, a? Shkova une. Ka e nisti, ka e kem sy. Po shkoj për thiri vlaznin e fiturës, me ardhe dhe ata, bomi ma shumë, i gjena ma shpejt. Vlau jem, ty zotit rujt për me që i ki. Po nuk bën ata me marrë vesh kur ty, djali jem. Po pse babe, mis që kena? O djali jem, miq po pa të janë mahmu të vetë. Me këshyrë hëllë, na mas mirë i shkon me gropu natën. Jo natën shumë, veç natën i shkon mas mirë se s'na sheker kush. Të kishim i gjithë ato lira. Pe bleni të pitë malë, e do pirë dhe të mira, për maraka ashtu që më marrë lakmi të në katuni. Kurgjo, krejt ahrin e grapova për badi hova. A këshyri mirë ndër gratë? Shko këshyre ahrin, kejt ahrin e kon prashit, si me kon të mush kalamëq. Po s'ka, mus ma mërmen që jenë atje. Valla, bëllë për mu nëna mi aqilu, ku ka mujtë mi më shif? A di shka, mu po ma mërmenja si, ka mujtë mi më shif nga të murit. A di pse? Pse sanet e vlefshme më shifin nga të murit, që për shambullën e gjithmonë sanet e vlefshme më shifin nga të murit. E ty, a hiç për të kujtohë ta, pile një fjollë, një muhabet. Paj, kur këthea për ushtrijet, kur këthea për shqipim të ushtarak, e mojment, babgjysh jam në me ti pa shpirti pa të thonë. Tha, unë e baba jëtë, ti kimi do lira. Po, paj nuk e zgjati mu. Mëri qivqe, po ti ku e pa të gojmë, se nuk e vete, a? Aj bre gruje, kur ka qire e pun për zotin? Po bab, unë jem bo marak, jë ndalë që 2 orë babloku me mësusin halos o këthyn. Mos ju ka bova kina i sen. A shumë të ka marrë molli për ta, nësë të që ta shvin. Mëre mos ka dik babloki. Ne për zotin. Ki 8 zdiveq, mos ka dik babloku, mos ka dik babloku. A diçka, po shkojnë dhe në ambulancë se shumë jë mënu, sa glam ju ka bova ki diçka. Poj vallahi, hashko këqyre dhe mund bëhet marak, se një me kom haru kur jo shku.
Këtë po ndoket se po na këshyrë dikush. Jo, bablok, jo, veç po doket. Puna e marë që shpo ju shkojmë punt? A ko kanë bo kompirat mund tjera? Ku me të tjenë na u bo manak? Kemi shitit në për krejt Prishtinën, Me taksi. Apo taksit, kuq. Si kur se një farvokti që bojke Hasan Prishtina. Bërë ju qena! Se nuk më keni kalzua që shkije nuk ka mon në Prishtinë, ha? A në Prishtinë e qove mësuse, ha? Po, në Prishtinë kemi shku. A u kontrolu babloku, qka i tha mjeku? Po mjeku e kontrolloj edhe tha babloku është shumë mirë edhe për kundër moshës që e kanë dihet relativisht mirë. Unë edhe burri jam po shkojna me hangër drek se u lodhe duhet me pushu, e në mramje dhe të shkojna në koncert. Me qytelia Sharkia, ha? Ka dal, me kanë thash që do me hangër drek? Thash me burrin tem. Me cilin burrin ton? Me platorin, a? Jo, platorin e kom nip. Ky është burri jem. More, a mbon veshta, tha? Pasha zotin qashtu, tha. Vallojnë ku ka fshi krejt edhe kjo. Ja kanë gjitë babloku s'mujnë e vetë. Pa i s'thojnë badihava me kanë të rishë ashtu bosh. More, mos është tra nuk jo mësusje. More, bëdhe me që me i mirëve që budalic. E pash që ju lash pak të hutu me në dileme, erdha me ju spjegu disa gjana. Dhe që ka pas ke përzije mësuse? Fal! Shikoti Ahmeti Regjepovite. Unë nuk jam ma mësuse për ty, po unë jam nana jote. Pra, prej sodit kisha pas qef me më thirë, nan. Nan? Po, nan. E di që në vërtet unë jam njerë ka jote, po ma mirë t'inglon fjala nan. E ti Kimet, prej sodit je nusja jeme. E unë jam vjehra jote. E ju djem. Ju prej sodit mu më keni gjyshe, pra ju jeni nipat e mi. Gjyshe? Po, gjyshe. O të pas gjyshja. Më falë, ka të mos po ka bëjt diçka, po sa po marrë vesh unë e ti ko ke martu me bablokin, ha? Skënderbeg i meqëm jeti. E ki pas pak pështirë me qëllu, po ja qëllove. Kështu, mas pari shkum butik, u veshëm, u ndreqëm, mande shkum të ofiqari, mande u lajmërum të atat këforit, e man fund shkum komun dhe u kurorzum. Na kurorzoj një major Amerikan, Zezak. E mos zë më keqë. Edhe na kanë fotografu, bile, kanë me na qitë nesër në përtona gazetat, dhe që dhe juve ju kina përmen se cilin emën për emën. Kuku për ne, edhe në gazet me dal. Po qka ti vajsh? Po nejse, vazhdo një ju groponi e lyp një lirat e kur t'i gjeni më thirni se unë ju jep juve ka një lirë. Pesh qesh pi gjyshës ma. Halo, ku më shkon? Po shkaj me vra. S'do mja falë dakikin. O, s'bon djallja me vra, këtheu për mas jo, ka dole, bisedojmë, dole ja. O, po na e kanë zi, ftyrën na e kanë zi. Po s'bon me vra, bab se shkon burg, kalë që për burgje. Ma mirë në burg, po faqe borë. Jo, bre, bab, nuk bon, ka dalë, bisedojmë, ja gjejmë qarë, ka dole. Mirë e ka Skënderbeg, baba, mirë, nuk bon me vra, gjyshe kena. Ku më shkon ti tash? Nuk di, po shkoj diku me hup. O, bab, shka me bona tash? O, s'kem që ka bojnë pasha babën, s'kem që ka bojnë. Na i ka lidh dure kom, na ka lënë godare. S'na ka me tjetër, veç me kesh. Po, Ahmeti Regjepovite!
Një kësajt mëre! Shola me të regje po vite, se t'ka ardhë hyqmi në derë. Shka vo bre burë? A mos ka dek kusha? Jo, Rasim, kërkush nuk në ka dek. Diqka pas ka ndodhë, diqysh po m'duken e shumë dvish. Ka do burë, qka ka bova ki këtu? Baba, Rasim, baba mu ka martue. Hajde përajnë. Kush bro martu? Mi gjam iftar? Po, mi gjam iftar. Qka s'di njeri, që dhja zotit. Po ku e gjetat nuse? Me kono martu? Me një dreq me brina që në duke si me lache. Me arsimtarën e historisë. Me arsim... Me qikën e Ibrahimit, a? Po, me qikën e Ibrahim Muhaxherit. E hajde për hajri kote, balje, beli valla nuse të mirë pas ka gjetë. Brej sheshon gjithë ditën të nejtë bashkë. Nashta e shala të një me nga thirë dhe ndasën, ma? Teleni! Ahmet, unë erdha zyrtarisht me t'njoftu për diqka. Por ma si koka puna kështu pëllon për një dit tjetër. Jo, Rasim, fol, s'kem që me prit. Po, a? Pra, ndigjon. Shkova me djemë të mi në selit e këtyne partive që i fitun zgjedhjet. Shkova në policinë e Kosovës. Shkova në zyret e komunës. Dhe ju spjegova disa gjana. Dhe e tha prun vendimin dhe na autorizu neve që të kujdesemi dhe të mbikëqyrim qetësinë e këtij fshati. Prej sodit, na kujdesemi për këtë fshat, çka do që të ndodhë këtu? Nuk po kuptoj kush jeni ju na. Ne, Mahmutovit, dhe vetëm Mahmutovit. Dhe që ta sigurojmë fshatin jemi të detyruar t'i marim armët prej të gjithve. E ju? A do nimi dërzoar ta? Na jemi të hyqymetit, jemi njerë gjyrtar, e hyqymeti pa tjetër duhet me qeni armatosur. Pra, na po deshka me ju dorzue armë që i kemi. Juve me ju dorzue. Po, a fatin e keni deri sonë të në mramje. Ahmet, mos u mundoni me na bone i dredhi e me mshef armët, se ne saktësisht e dim se qarë arme keni edhe sa keni. Po e përsëris, do të thotë na, Rexhepovit, do të më dorzuar të juve Mahmutovite. Qashtu ligji po thot. Ligji, a? E jo që besa. Sa të mreq këtë damar që tu, jo kur. Ahmet, na sonë të vim me i marë armët. E ju ma të mirë punë të juja. Qëre, ndashit përdorni, ndashit dërzoni. Unë s'kam tjetër që ka me thonë. Gati harova. Ma liqi i la bashticës këtë jetë unë dhe bisedu me të dhe për gjitha umurën vesh. Të djelen kësmet për shkojmë miqë spari. Tha, bonit fale Ahmetit dhe thullet vjen edhaj gjithë se ti. Faleminderes prej ti e faleminderes prej juve. Shohem, Rasim. Shohem që shpëndajmë i sonte kur të vinim i marë armë tona. Mire ki, e unë po thëmë alla, si shkon keq me shku në la pashtis në atë gjithë zbashku. Qfar ditë o sot, bedjem? E mërkure. Ha? Je, ejte. Jeve, jo, e pranë të bovaki. Pse? Unë e po shkoj me pushu pak. Ti ha drejt që lira, ti pas ka hongër drejt që me ka krejt.
Hajde gjyshe se na pas ka marrë mali me t'pa. A pas një nalë punën, a? Bol keq. Nuk ban mu dorzu ka që shpejt. Me dit ti çfarë se vapit madh ke hi që je martu me bablokun. Që, po thua. Po, valla, bashk ka pas nevoj mu kujdes dikush për ta. Edhe unë e bashkë që ashtu komendu. Për që ata e mora bablokun, shkum të avokati, mas ne shkum katastri, fotokopjum të apijat, e në fund shkum në gjyq edhe përpilum një testament. Me pak fjallë, po shumë preciz. A kishit pas ju dëshirë me po testamentin? Kështu, si pas këti testamenti, krejt këto shpia, tokat, gjoja gjallë edhe krejt pasunia i takojmë bablokut, pra burrit tem. Me bo vakia, dhe një shala zbon vaki, zotin arujt veç. Me bo vaki me dek babloku, krejt kjo pasuni si pas qiti testamenti mjetë mu. Qysh ty krejt pasunia ty me t'meta? Na pas ka hongër dreqi, pas me met në udhë. Jo, bre, nuk jetë një në rrugë, se ju jeni nipat e mi. E kur desune, krejt kjo pasuni ju jetë juve. Në me diqka. Krejt pasurin time të tunshme dhe të pa tunshme, i a fali grus teme të dytë. Hanëm shahit, apo shkrun që ashtu? Po, valla fjallën fjallë. Qysh, hanëm shahit, po ajo? Po, ajo jamone, hanëm shahi, mëse pa që ditë. Ti je hanum shahi, po ti nuk je gruja e dytë. Qysh? Ti je gruja e tretë zemër. Babloku jon i ka pas edhe 2 gra para teje. Nare që po vete kena zakon mi pas ka 3-4 gra. Kjo nuk është e mundur, këta nuk e besoj. Sa dim na e treta i, mos qofsh e 4-ta e 5-ta. Au knaqët ju, a? Au gëzuta? E veç njata dini. Se unë e kom dit krejt këtë punë, për që ata ty shkrun, krejt këtë pasuni, jalo grua si me të dytë, hanum shahit. E vërtet që ashtu për shkrun, këta e pas ke dit bëllë mirë, po nuk e dia e ke dit që edhe gruja e dytë e bablokut e ka pas emnin hanum shah. Gjyshja jon hera me ti pas shpirti. Kjo nuk është e mundre dhe nuk e besoj. Po a, pët, interesov, nështë na po gabojnë. Po ju po gaboni se kjo nuk është ashtu që shpëthuni ju. E për që ata gjyshja e me e dashër, unë e thash që i ke bo se vap të madhë që i martu me bablokun. Ej, mos e shtini dhondrin pa ardhë dhe na. Ha, e kemi tërë. Jo, Allah ish në kanë dorë si zogun. Ej, djemë. Se pengu si gjyshën. Kjo nona jote shumë e shtiro, bab. Rasim, edhe pak si heret, hala nuk o bo mbramje. I thirëm me telefon policinë në Prishtinë dhe i informuam rreth qëndrimit tuaj për dorëzimin e anëve. Vërtet? E? Ata na treguan se ju i paskit lejet për mbajtjen e anëve. Ashtu ju thanë, a? E Ahmeti Regjepovite, ujki vjetër jeti. E dash me mshti me shkel ndra skalp, por edhe unë jam ujki vjetër. Si na mbet puna për të djelen? Njerë muru vëshasim. Po shkojmë zbashku në lapashtic mi spari. Po, a? Bash po m'vjen mirë që u kry kjo punë kështu. Mos harron me marë edhe nonën me veti. Ahmet! Stop! U ky epizod e 5. Fike televizorin.